Paça Ramazani të shreceta për sot, dhe me këtë recet uroj të gjithë agjëruesit agjërim të lehtë e të pranuar. Vazhdojmë me përgatitjen. Si fillim, në një tenxhere hedhim 3 gota ujë dhe e lëmë të ngrohet uji. Në vend të ujit mund të hidhni lëng mishi dhe në atë rast del shumë e mirë. Ndërkohë, në një enë hedhim 1 gotë kos, 1 vezë, 3 lugë miell, 2 thelpinj hudhër dhe pak krip. I përzijej mirë të gjithë përbërësit dhe më pas masën do ta hedhim tek uji. E hedhim masën ngadalë, duke përzier vazhdimisht. Do ta trazojmë derisa masa të fillojë të trashet. Më pas do ta lëmë të ziejë për 5 minuta dhe pas 5 minutash do ta vendosim në tavat e baltës ose në tasa normal si të dëshironi. Më pas do të shkrijmë 1 lugë gjalp dhe pasi gjalpi të ketë shkrirë, do të hedhim 1 lugë kafe spec, të cilin do ta skuqim shumë pak, duke pasur kujdes mos na digjet speci. Gjalpin e shkrirë me specin do t'ja hedhim sipër. Tashmë është gati për të konsumuar. Është një recetë që përgatitet gjatë muajit të Ramazanit, pak para se të çelet iftari, në mënyrë që të shërbehet e ngrohtë. Është një recetë e thjeshtë dhe tepër e shijshme. Nëse e përgatisni, u bëf të mirë, dhe nëse video ju pëlqeu, mos harroni të bëni like, koment dhe ta shpërndani atë me miqtë tuaj. Faleminderit.